Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të mirë tensioni i lartë, nënt ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Një nga këshillat më të vyera që mund t'i jap një mjek kundër uljes së tensionit është zbatimi i një regjimi më të shëndetshëm ushqimor. Ky i fundit përbëhet nga fruta dhe perime, drithra të plota, peshk, shpend, legume, aror dhe produkte të bulmetit me pak yndyrë. Sipas Brajcaj do të rendisim një dietë të pasur me ushqyes të cilët do të ndikojnë pozitivisht në stabilizimin e tensionit. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë barishtet. Sipas të dhënave, konsumi i kripës rrit etjen bashkë me të dhe tensionin e gjakut. Hani më shumë barishte si spinaqi, brokoli ose lakra për të marrë më shumë kalium. Ky mineral largon kripën e tepërt nga organizmi dhe qetëson enët e gjakut. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit janë të pasur me përbërës natyral që lehtësojnë punën e enëve të gjakut. Këto përbërës i zgjerojnë ato dhe qarkullimi i gjakut është më i lehtë. Kosi. Kosi me pak yndyrë ofron shumë kalcium për organizmin. Ai qetëson enët e gjakut dhe i qetëson ato kur nevojitet. Peshku. Salmoni, sardele dhe skumbria janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Sipas ekspertëve, këto acide përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë farat. Farat e linit, të kungullit ose lule diellit mund të përfshihen në sallata, në kos ose në tërshër. Ato janë shumë të mira për tensionin e gjakut sepse përmbajnë magnez. Tërshëra. Ky drith është i pasur me fibër që mban tensionin e gjakut nën kontroll. Për më tepër, tërshëra rekomandohet edhe kundër mbipeshës. Panxhari. Pirja e 2 gotave me lëng panxhari dhe moll ul tensionin sistolik të gjakut në pak orë. Panxhari dhe gjethet e tij janë shumë të pasur me kalium, një mineral i dobishëm për zemrën. Rekomandohet të përfshihet më shumë në sallata të ndryshme. Hudhra. Përbërësit natyral të hudhrës zgjerojnë enët e gjakut dhe ndihmojnë zemrën të kryejë detyrat e saj. Hudhra është shumë e mirë në uljen e tensionit të gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të menaxhuar problemet e tensionit janë edhe fistikët. Këto aror janë natyral dhe gjithashtu të rëndësishëm dhe i bëjnë shumë më mirë gjithashtu edhe shëndetit tuaj tretës dhe gjithashtu shëndetit të zemrës. Fistikët janë efikas në uljen e tensionit të gjakut. Shega. Lëngu i shegës është i pasur me fibër dhe shumë minerale që mbajnë nën fret tensionin e gjakut. Ky frut i bën shumë mirë zemrës dhe sistemit tretës. Vaji i ullirit. Ky vaj është plot e përplot në antioksidant që ruajnë elasticitetin e enëve të gjakut. Përdorimi i përditshëm i vajit të ullirit është një zgjidhje e mençur dhe e dobishme për shëndetin. Legumet. Qiqrat, thjerrzat, fasulet ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Për më tepër, ato janë të pasur me fibër dhe shmangin sëmundjet koronare. Çokolata e zezë. Çokolata e zezë përmban antioksidant që zgjeron enët e gjakut, duke dhënë gjithashtu një ndihmë shumë të mirë në këtë aspekt. Në këtë mënyrë, ato ndihmojnë edhe uljen e tensionit të gjakut. Përpos regjimeve të shëndetshme, njeriu duhet të humbasë në peshë, të kryejë aktivitet fizik dhe të marrë medikamentet që rekomandon mjeku përkatës. Vetëm kështu do të ndikoni gjithashtu në mbajtjen nën kontroll edhe të problemeve tuaja të tensionit. Tensioni i ulët i gjakut, i njohur në gjuhën mjekësore si hipotension, është një gjendje shëndetësore në të cilën presioni i gjakut në trup është aq i ulët se shkakton marramendje, lodhje, këputje dhe gjendje të tjera siç mund të jenë të fikt, vështirësi në frymëmarrje, shikim të paqartë, të vjella, rrahje të shpejta të zemrës e të tjera. Prandaj, doza e duhur e ushqimeve do të ndihmojë në menaxhimin e këtyre problemeve. Presioni i lartë i gjakut prek të rinj, të rriturit dhe të moshuarit. Jashtu quajturi si vrasës i eshtur shpesh nuk ka shenja paralajmëruese, ndaj ju duhet të tregoni vetëm kujdes me ushqimet që hani. Në këtë video do të rendisim disa nga ushqimet më të mira për t'u ngrënë nëse doni të keni shëndet më të mirë dhe të ulni presionin e gjakut dhe nëse vuani nga kjo sëmundje. Bajamet dhe arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Bajamet dhe arrat përmbajnë yndyrna të pangohura që ndihmojnë në uljen e tensionit dhe problemeve të kolesterolit. Bajamet dhe arrat përmbajnë yndyrna të pangohura që ndihmojnë në uljen e tensionit dhe problemeve të kolesterolit.
Bananet. Bananet janë të pasura me kalium i cili ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe hudhra. Për shkak të përmbajtjes së alicinës, ky produkt mund të luftojë gjithashtu simptomat e hipertensionit. Patatet. Patatet kanë magnez dhe kalium që ndihmon në shëndetin e mirë kardiovaskular. Farat e lulediellit. Edhe pse të vogla, ato ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit. Fashulet. Fashulet kanë magnez, kalium dhe fibra që janë të dobishme në shëndetin e zemrës. Speci djegës. Relakson enët e gjakut dhe ndihmon gjithashtu në uljen e hipertensionit. Gjithashtu, dieta juaj duhet të jetë sa më e pasur me produkte më të mira natyrale për të përmirësuar kështu edhe problemet e luhatjes së tensionit të gjakut. Presioni i lartë i gjakut është një sëmundje e frikshme që për shkak se ajo ka disa simptoma të cilat njerëzit nuk i vënë re dhe mund të rrezikojë gjithashtu shëndetin tuaj dhe të krijojë edhe probleme kardiovaskulare. Një numër i madh i njerëzve janë diagnostifikuar me të, por të tjerët kanë hipertension dhe nuk e kuptojnë. Tensioni i lartë i gjakut mund të mbajë nën kontroll me ndryshime të stilit jetesës, prandaj mos e humbisni shpresën nëse kjo diagnozë ju është dhënë edhe pse mund të ndryshojë duke ngrënë këto ushqime. Rrushi. Në temperatura të larta, rrushi ndihmon në rritjen e tensionit të ulët. Ka acide të veçanta që ndihmojnë në personat mbi moshën 40 vjeç. Këshillohet që çdo ditë të konsumoni 10 deri në 20 kokra rrush, sidomos gjatë verës. Peshku. Duke filluar nga trofta deri te salmoni, të gjitha llojet e peshqve ndikojnë në uljen e tensionit të lartë. Peshqit kanë një lëndë të veçantë omega 3 që ul tensionin. Gjithashtu peshku ka përmbajtje të yndyrnave të trupit që një i moshuar i ka të vështirë t'i prodhojë. Kjo përmbajtje ndihmon të gjithë personat për të patur një tension në nivele të këshillueshme nga mjeku. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe bananet. Për të patur një tension të rregullt, duhet që të hani ushqime që kanë sa më shumë magnez dhe kalcium. Një ndër frutat që i ka këto dyja këto lëndë ushqyese është banania. Studiuesit këshillojnë që të hani një banane çdo mëngjes, pas buke, pasi ul tensionin e lartë dhe gjithashtu mund të përmirësojë tensionin gjatë ditës. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj është edhe hudhra. Hudhra ka efekte të njëjta si ilaçet kur dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut. Hudhra përmban një lëndë të veçantë të quajtur alicin, i cili gjendet te pjesa më e madhe e ilaçeve që përdoren sot të moshuarit ose persona të tjerë që kanë tension të lartë të gjakut. Çokolata. Për studiuesit ka një efekt çuditëbërës pasi ul në një kohë shumë të shkurtër tensionin e lartë të gjakut. Pas çdo diete ose ushqimi që hani, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të konsumoni disa grame çokoladë, e cila do të ketë ndikim të mirë në shëndetin tuaj, por duhet të tregoheni të kujdesshëm gjithmonë me sasinë e saj. Rekomandohet që gjithmonë të konsumoni gjithashtu produkte sa më natyrale dhe të bazoheni te dieta mesdhetare, e pasur me ushqime të shëndetshme dhe ushqime të pasura që zvogëlojnë problemet të shëndetit tuaj. Konsumi i drithrave, frutave, perimeve që përfshihen në dietën mesdhetare janë të mira për shëndetin kardiovaskular dhe problemet e hipertensionit. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll presionin e gjakut, drithrat janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Tërshëra, orizikav dhe buka me grur integral ofrojnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe mbajnë nivelet e presionit të gjakut në nivele të shëndetshme. Edhe frutat janë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Frutat janë të pasur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbajtjen e shëndetit kardiovaskular. Portokalli, dardha dhe mollët dhe boronicat janë disa nga frutat që vijnë në ndihmë për mbajtjen e ekuilibrave dhe inflamacionit dhe presionit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.